Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, për të hyrë tashmë direkt në bisedë, unë nuk do të ndalem më t'ju përshëndes gjithëve, ju që përshëndesni dhe vini në bisedë, ju lutem shkruani komentin tuaj dhe unë do t'i lexoj pasi të përfundojmë komentet, do të lexoj nga më shkruani, nga më ndiqni, nga më lexoni e kështu me radhë. Ju të gjithë keni ndiqni me interes të lartë zhvillimet më të fundit sot në Tiranë. Unë jam përpjekur gjatë të ditëve që kanë kaluar të mbaj disa qëndrime të rëndësishme që kanë qenë në formën e videove 10 minuqe. Kam patur disa qëndrime lidhur me atë që është duke ndodhur sot në Tiranë, por sot me shumë qetësi mendova ta bëjmë një live sepse më thanë njerëzit që ke kohë që s'ke dalë live, kam qenë shumë i ngarkuar dhe dua që t'i flasim njëri tjetrit sy për sy, të flasim dhe unë të kuptoj për jush dhe ju të kuptoni për me, por edhe të ketë një lloj bashkëbisedimi në fund të bisedës. Ju duhet kuptoni një gjë, që zhvillimet në Tiranë nuk janë të ndara nga zhvillimet në botë. Numër 1, rregull numër 1. Po deshët kuptoni se çfarë po ndodh në Tiranë, duhet përpiqeni të kuptoni se zhvillimet në Tiranë janë të lidhura me zhvillimet e mëdha globale, me trendin e lëvizjeve globale. Paria e Tiranës që ka komanduar Shqipërinë për 30 vite me radhë, është duke u përplasur për llogari të disa ekuilibrave më të mëdhej në botë që do të lidhen me të ardhmen e planetit dhe me të ardhmen e vendeve të vogla si këto ku ne jetojmë. Shkurtimisht, janë 2 rryma sot në botë. 2 rryma të fuqishme sot në botë. Janë shumë rryma, po më kryesoret janë rryma anglo-saksone dhe rryma e atyre të cilët duan ta çojnë leadershipin e planetit në Kinë, që është e majta radikale e komanduar nga George Soros. Sorosi po bën disa lëvizje që të luaj me 2 porta, edhe me anglo-saksonët, edhe me pjesën tjetër të boshtit, por janë 2 fuqi madhështore sot që përplasen në botë, të cilat përplasen për një çështje shumë të rëndësishme. Njëra palë kërkon që Shqipëria t'i dorëzohet Aleksandr Vučićit, Jugosllavisë, Moskës dhe ky boshtë përfaqësohet nga George Soros dhe nga argatët e tij në Tiranë, Edi Rama dhe e gjithë lukunia e ushtarëve të tij që kanë mbjellë brenda opozitës. Vini re, ky boshtë dhe kjo rrymë e cila përplaset sot me rrymën anglo-saksone është boshti i liberalëve të majtë, të cilën po rënojnë Amerikën nga brenda që ta çojnë drejtimin e botës në drejtim të Kinës, sepse kanë pushtuar tashmë Kinën, dhe është një boshtë tjetër i cili kërkon ta mbajë Shqipërinë larg ujrave të Moskës dhe larg ujrave të ndikimit të Aleksandr Vučićit dhe ndikimit të Jugosllavisë së re, rikthimit të Shqipërisë në Jugosllavinë e re, që është projekti i Edi Ramës dhe i bashkëpunëtorëve të tij në opozitë për të konkluduar në atë që quhet ndarja e Kosovës, Open Balkan, apo që është projekti mini Schengenit ballkanik. Pra, duhet të keni parasysh, është një përplasje në botë, përplasja njëra do të na hedhë në Rusi, siç na hodhën pas luftës 2 botërore, dhe në duart e Jugosllavisë, Rama është ke ky trend tashmë, dhe është një palë tjetër e anglo-saksonëve, me frym nga Londra dhe alatët e saj që don ta mbajë Shqipërinë jashtë Vučićit dhe don t'i ruaj shqiptarët si faktor shumë i rëndësishëm që të përballen nesër me invazionin slav që po vjen nga Moska në drejtim të ujrave të ngrohta në mes dhe në detin Adriatik. Kështu që i ftoj të gjithë miqt, vëllezërit dhe motrat shqiptarë që na ndjekin në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Kjo nuk është thjesht një përplasje Rama, Basha, Berisha, Meta, është një përplasje më e madhe. Ashtu siç ju kam thënë shumë herë, është një përplasje gjeopolitike që është duke tronditur sot establishmentin e Tiranës dhe ne sot duhet të përpiqemi të marrim qëndrimin pro interesave të Shqipërisë. Unë sonte, në minutat në vijim, do t'ju shpjegoj në imtësi cilat janë 4 kolonat, 4 boshtet kryesore të politikës jashtme amerikane.
si duhet ta kuptojmë ne Amerikën për te prallave që vinë nga obortarët e Edi Ramës dhe të ambasadës amerikane në Tiranë. Ne duhet të kuptojmë Amerikën. Unë sonte do t'ju shpjegoj në detaj 4 kolonat dhe 4 fundamentet kryesore të politikës së jashtme amerikane, si funksionon Amerika, cilat janë rrymat dhe shkollat e politikës jashtme amerikane, të cilat përkufizohen shumë shkurt në 4 fjalë. 4 fjalë përkufizojnë dhe përfaqësojnë politikën e jashtme amerikane. Unë do t'ju shpjegoj këto 4 fjalë në minutat në vijim. Sigurisht rrezikohet e ardhmja e Shqipërisë sot. Ju a kam thënë edhe në videot e kaluara. Live apo në ato që kam bërë në kanalin tim në YouTube. Ekzistenca e Shqipërisë është në fije të perit në botën e re post-koronavirus. Dhe janë disa pakica anti-shqiptare të lidhura fort me lobingjet neoliberiste në botë, të cilat janë duke lobuar sot që Shqipëria, më shkruaj në fund Daniel, do të flas për Ukrainën, do të bëj brenda 2 ditësh do të kem një video në kanalin tim YouTube se çfarë do të ndodhë me Putinin me Ukrainën në javët apo në muajt e parë të vitit 2022. Duhet kemi parasysh këto lobe neoliberiste, të cilat kërkojnë ta kalojnë Shqipërinë në sundimin e Jugosllavisë apo në sundimin e Moskës. Këto janë qarqe që po punojnë sot fort dhe kanë aleat të tyre në rajon. Një pjesë e tyre hiqen si miq të shqiptarëve dhe maskohen me tyrë lloj maskash, dhe një pjesë tjetër janë të padeklaruar dhe punojnë në fshehtësi për ndarjen, për coptimin dhe për shpërbërjen e Shqipërisë, për shpërbërjen e shtetkombit shqiptar dhe për bërjen lokma të çështjes shqiptare në rajon. Do t'ju shpjegoj se si mashtrojnë emisarët e Edi Ramës dhe të George Sorosit në Tiranë me fjalën Amerikë, si mashtrojnë ata me ambasadën amerikane dhe me lojën e ndyrë dhe të pisët që bën paria mafioze e analistëve të Tiranës duke përmendur Amerikën. Unë do t'ju shpjegoj shumë shkurt në minutat në vijim. Po të shihni emisionet televizive, hapini, luani telekomandën. 90% e analistëve janë 90 deri 95% të analistëve punojnë të gjithë për Edi Ramën. Si e bëjnë ata skemën? Një pjesë e tyre lufton dhe sulmon Edi Ramën, atë Lulzim Bashën, një pjesë e tyre sulmon Sali Berishën, dhe asnjëri prej tyre nuk mban anën e asnjërit, por kujdesen që konflikti të jetë vazhdimisht i ngritur, sepse Edi Ramës i intereson që konflikti brenda Partisë Demokratike, si partia më e madhe opozitare me të gjitha problemet që ajo ka, të shkërmoqet dhe të zgjas mundësisht edhe nga 10 vite të tjera në humbtirën e saj për të ngritur. Ne partitë e vogla, Partia Shqiptare Atdheu, që ju e njihni, e keni dëgjuar prej vitesh, ne nuk kemi fuqi të bëjmë gjë pa ju. Ju nuk vini tek ne për një arsye shumë të thjeshtë, sepse ju thoni Kreshnik ne të duam shumë, po ti nuk do bëhesh kryeministër, ti s'do kesh 10 deputet në parlament, ti nuk do kesh drejtori ministri dhe ne nuk kemi si të bëhemi me ty. Ti duhet kesh një ambasadë nga mbrapa, ti duhet kesh një lob nga mbrapa që ne të mbështesim. Përndryshe, ne jemi të detyruar të shkojmë ke Lulzim Basha, të shkojmë ke Saliu, tek Iliri, tek Edi Rama dhe tek partitë e mëdha. Çfarë ndodh? Lulzim Basha ka 8 vite. Është prej kohës që u bë pjesë e atit organizimit me të ri që bëri doktor Berisha. E deri në sot ka qenë ministri i Brendshëm, ministri i Jashtëm, ministri transporti, kryetari i Bashkisë Tiranës dhe në të gjitha postet kryesore. Dhe vjen sot, do të shfaqet si njeriu që do të thyej brinjët e
ati që quhet trekëndshi i Bermudës. Trekëndshin e Bermudës në terminologjinë politike e kam futur unë me modestinë më të madhe para disa vitesh kur flisja për Ramën, Bashën, Metën, Berishën. Dakord? Dhe në qoftë se e gjeni Lulzim Bashën të ketë artikuluar qoftë dhe një herë të vetme para një viti apo para 6 muajsh trekëndshin e Bermudës, unë nuk mere më as me politik, as me analizë, as me Facebook dhe zhdukem nga qarkullimi. Këta vjedhin tezat e të tjerëve, grumbullojnë tezat e të tjerëve dhe i shfaqin si të vetat, sepse televizionet u shkojnë këtyre, nuk më vinë mua televizionet, as ty nuk t'vinë, i vinë këtyre. Tani Lulzimi do të bëj si i Virgjër, do t'i thyej mes thot, me Berish, me Met, me Ram, por problemi është që ti morbir të prodhuan këto, ty të prodhoj Saliu. Ti ishe produkt politik i Saliut, ti ishe miku i Lirmetës, ti kapeshe në qafë në Monika Kryemadhin, ti ishe kryetar bashkie, ti ishe ministër i brendshëm, ti ishe ministër që ke patur pozicione shumë qendrore. Si mund të dalësh ti sot të bësh si i Virgjër? Kush je ti që don të thyesh Bermudën, trekëndshin e Bermudës? Kjo është një gënjeshtër e madhe. Dhe këto janë treguesit më të mëdhej që tregojnë se në këtë moment Lulzim Basha dhe të gjithë delikatët që ka rreth e përqark janë duke punuar për Edi Ramën. Janë duke punuar për Edi Ramën sepse interesat ekonomike të Lulzim Bashës rregullohen, koordinohen vetëm duke qenë pranë Edi Ramës. E çoi Partinë Demokratike dhe opozitën nga humbja në humbje për 8 vite radhazi dhe sot thot unë isha nën mbikëqyrjen e Berishës, kishte dualizëm brenda Partisë Demokratike, unë sot u çlirova prej dualizëm i cili ty të prodhoi si kryetar partie. Unë sot u çlirova nga dualizmi, po bëhem sot një njeri i Virgjër dhe unë sot dua dhe një 8 vite tjera që të rrëzoj Edi Ramën dhe i bie që opozita të ri ja 16 vjet apo 20 vjet derisa të shpiqet Lulzimi dhe derisa të shlirohet Lulzimi nga efektet psikologjike që i ka trashëguar të qenit në ndikimin dhe në diktatin dhe në diktaturën e doktor Berishës. Të vim tek Berisha. Berisha është njëri nga njerëzit që ka patur mëkatet e tij në Shqipëri. Është njëri nga njerëzit i cili e ka investuar dhe e ka sjell Lulzim Bashë me porosi të George Sorosit në krye të Partisë Demokratike. Saliu tha, unë tashmë jam penduar, unë tashmë nuk kam mundësi ta mbaj të fshehur përpara shqiptarëve që ky ka qenë produkti im dhe paraqet një mea culpa. Dhe kthehet tek tezat konservatore për të cilat ne po flasim kemi 10 vite. Sigurisht, doktor Berisha është njeri me pozicion qendror në politikën e Tiranës dhe fjala e tij nuk dëgjohet siç dëgjohet fjala e Kreshnikut apo e çdo lloj konservatori tjetër që mund të jetë sot në Tiranë. Për këtë arsye, duke qenë njeri me influencë dhe me peshë, Berisha e ka të qartë se nuk mundet të shpëtojë Shqipërinë pa u kthyer tek tezat e konservatorizmit, i cili është pjesë e gjenetikës së shqiptarëve. Shqiptarët janë popull konservator, sado që t'i shpartallojnë, sado që t'i shkatërrojnë agjendat neoliberiste të liberalëve të majtë që gjenden majtas dhe djathtas, shqiptarët mbeten një popull konservator. Atëherë çfarë po ndodh? Berisha ka një non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Berisha don të shpëtojë nga non grata dhe ata po thonë që Berisha ka hallin e tij dhe po përdor konservatorizmin për të hequr, për t'i ushtruar trysni amerikanëve në mënyrë që t'i heqin atij non grata. Bukur shumë. Tani,
Në qoftë se mua më vinë dhe më thojnë, Kreshnik, si po koordinoni apo përse fjalët e tua janë të ngjashme me fjalët e doktor Berishës, përgjigja është e thjeshtë. Nuk jemi ne që kemi folur si doktor Berisha, por doktor Berisha ka nisur të flasë siç po flasim ne. Po për ne nuk pyet njeri, sepse ne jemi të vegjël, nuk kemi para, nuk kemi pushtet, nuk kemi poste, nuk kemi detyra dhe njerëzit nuk na dëgjojnë ne, do dëgjojnë doktorin. Kështu që rikthimi i doktorit në oazin e konservatorizmit politik shqiptar është një rikthim i vonuar, ashtu siç e ka thënë dhe ai, e ka kthyer dhe është bërë konservatorist dhe thot që unë do të luftoj George Sorosin dhe Open Balkanin dhe Edi Ramën dhe këtë dhe atë, dhe shumë bukur le ta bëj. Tani, po ju pse flisni si doktor Berisha? Zotëri, zonjë e nderuar, unë kam 15 vite që i flas këto fjalë, ti nuk i ke dëgjuar. Asaj tjetri si ka dëgjuar, asaj tjetri si ka dëgjuar, asaj tjetri si ka dëgjuar. Atëherë, në qoftë se doktor Berisha sot ka kthyer velat e barkës së tij tek konservatorizmi dhe doktor Berisha do të vazhdojë të jetë i vendosur në rrugën e tij drejt konservatorizmit dhe luftës kundër atij që ai e quan armiku më i egër i shqiptarëve, që është George Soros, doktor Berisha sigurisht që konvenon në linjën e tij me linjën e të gjithë konservatorëve shqiptar. Tani, Kreshnik Osmani, Berisha është kështu, Berisha është ashtu. A kam 10 vite që ju flas? A kam minimalisht 5 vite? Kam minimalisht 5 vite që bëj video live dhe 11 vite në Facebook. Flas natë për natë kundër Bermudës së vdekjes. Kam folur natë për natë kundër trekëndshit të Bermudës së vdekjes, Gjiri Lalzit, Rolling Hill Surrey. Jemi penalizuar nga doktor Berisha, nga Sali Berisha, nga Edi Rama, nga Ilir Meta dhe nga Lulzim Basha. Nuk na kanë dëgjuar. Kanë patur punë tjera, kanë patur halle tjera. Tani, në qoftë se unë ju thërras ju të dalim në protest, ju vini maksimumi 500 veta. Ja 1000 veta kur ishte çështja e vaksinimit me detyrim. Pse nuk vini më shumë ju? Ju nuk vini më shumë, sepse e dini që Kreshniku është i dobët. Kreshniku nuk ka partit fort. Ju nuk vini tek unë, sepse Kreshniku nuk ka mundësi të të shpërndaj ty drejtori. Nuk ka mundësi të t'jap ty lek. Nuk ka mundësi të t'jap poste. Nuk kam qenë ndonjëherë në pushtet që të kem bërë ndonjë nder ty. Ti s'më ke asnjë borxh mua. Ti tallesh me mua. Ti më vën lojë. Ti më thua mua kush je ti që do bëhesh ti i rëndësishëm. Ndërkohë që unë kam 10 vite. Kam 4-5 vite që nuk kam lënë protest pa marrë pjesë. Unë dhe familja ime. Por ti prap nuk e ardhur të më ndihmosh mua. Ti nuk e ardhur të më japësh dorën mua. Ti nuk e ardhur të më mbështesësh mua. Ti më ke tallur, ke vrapuar pas Berishës, pas Ramës, pas Saliut, pas Lulit, pas gjithë. Pse? Sepse interesat e tua janë me ata. Ndërsa sot më thua mua që je bërë ti me Berishën, apo je bërë ti me këtë, apo je bërë ti me atë. Në qoftë se unë ju thërras nesër në protest, sa veta do të bëheni? Ju lutem ma shkruani ke komentet. Në qoftë se unë, Kreshnik Osmani, ju thërras nesër për të njëjtat teza që ju ka ftuar Sali Berisha ditën e hënë, në qoftë se ju fton Kreshnik Osmani ditën e hënë apo të martën, ju lutem më shkruani te komentet sa prej jush do të vinit në protest.
Sa prej jush do të vinin protest në qoftë se Krishtik Osmani u thërret nesër, unë që askush nuk komenton. Askush nuk komenton. Sa veta do të vinin protest? E pra, ju vraponi pas të mdhejnë. Ju vraponi pas të fuqishmëve. Faleminderit festiv. Festimi do viga. Raporti është 1150. Dhe të gjithë ata që duan të vinë në protest janë nga jashtë, janë nga Shqipëria, flasim nga Gjermania, flasim nga Italia, flasim nga Amerika. Janë ata që në mbajnë në këmbë, janë ata që në qenë 50 euro, 100 euro, 10 euro, 20 euro. Janë ata që nuk në lënë të vdesin. Pse? Sepse ju doni njerëzit e fortë. Ju i doni të fuqishmit miq. Ne na arrestuan, na futën në burg. Kisha 10.000 miq tek faqja tjetër. 10.000 miq. Vetëm 3 veta kanë bërë status Krishtik Osmani u arrestua. 10.000 miq. Nuk mundet të jeni të pabesë dhe të kërkoni besë. Nuk mundet të jeni kaq dredharak dhe të kërkoni drejtësi nga politika e prostitucionit Tiranës. Nuk mund të kërkoni drejtësi nga Edi Rama kur ju jeni dredharak. Ju jeni hilanjos. Dhe unë jam i pari 15.000 miq. 15.000 miq, të cilëve u kam shkruar mbi 5.000 faqe libri. Falas. As një ditë në pushtet, as një ditë në qeveri, as një ditë me Edi Rama, as një ditë me këtë, as një ditë me atë. I lirë, i djathtë, konservator, gjithë jetën time. Në Facebook, 2500 faqe libri i kam shkruar. Falas. Je gjigant, je i madh, je madhështor, bravo, klund, bjeri, mbyti. Ku je ti? Pse s'më shkruan, çfarë nevoje ke? Pse s'më thua si jeton ti? Pse s'më thua si e mban familjen ti o njeri? Pse s'më thua si e mban ti këtë parti o njeri? Pse s'më kërkon numrin e telefonit dhe të më thua çfarë ke nevojë ti o njeri? Nuk e bëni se jeni dredharak, hileqar, dhe kërkoni besë duke qenë vetë pa besë. Kërkoni besë nga politika e Tiranës dhe ju nuk na keni dhënë besën ne që s'kemi bërë asnjë ditë në pushtet. Nuk na hapin telefonin zagarët e Tiranës. Pse jeni kaq hipokrit? Pushoni s'qen hipokrit o shqiptar. Pushoni s'qen i gënjeshtar. Sepse nëse jeni gënjeshtar, i madhi Zot do ju vë mbi kokë krijesat më gënjeshtare dhe më të poshtra të kësaj race dhe të këtij kompi. Ashtu siç ju ka vënë për... Dërsa ti që e ke shitur veten për një post, për një punë, dhe që i lëpin prapanicën e Edi Ramës nga mëngjesi deri në darkë, për një 500.000 lekë të qelbur në muaj, ti vjen gjykon mua dhe më thua ti po luan për Berishën apo po luan për atë? Kam 15 vite që shkri jetën time. Dhe nuk më ke ardhur një ditë në pyesësh, mor njeri si jeton ti. Sepse ne jemi popull gënjeshtar dhe mashtrues. Hipokrit.
duam njeriu kur fillon e rritet në post dhe e lëshojmë atë në sekond, kur ai bie, kur është pa përkraje, kur është i vetëm, kur është i dobët. Pse ka pa shtyllë kurrizore, shqiptar? Është viti 2022. Nga e keni trashëguar këtë poshtërsi, këtë dinakri, këtë tradhti. Ky është populli i besës. Ky është popull që ka dhënë besë, e ka mbajt besën dhe ka therr djalën për besën. Nga u bët ka qile qarë. Lulzim Basha Virgjer ka dalë sot do të thyej trekëndshin e Bermudës. Luli që erdhi me parashut e investoi doktor Berisha. E ngritin maj dhe lukunia e zagarve të politikanëve, të analistëve dhe të gazetarëve të Tiranës përpiqen të shfaqen situatën. Sikur nuk ka lojtar tjetër përveç këtyre. Na ditë flasin vetëm Rama Basha, Berisha. Dhe ju u bëni hi atyre dhe u bëni like atyre, u bëni share atyre, sepse ata ju furnizojnë me buk, me poste, me pushtet, me seks, me dashnore, me pushimet bukra, me jetë bukur. Dhe ju, bashkë me mua, jemi të gjithë bashkë një grumbull i madh, gënjeshtarësh hipokrit, që nuk e shpëtojmë dot Shqipërinë nëse vazhdojmë të ekzistojmë dhe të funksionojmë në të njëjtën mënyrë. Kjo është loja që po e bëjmë. Ne do të mbështesim dhe do të përkrahim çdo lloj revolte popullore e cila ka si synim goditjen e kancerit George Soros me tentakulat e tij në Partinë Socialiste në rilindjen e Edi Ramës, të Endri Fugës dhe të Erion Velis, dhe të ngulura tek partia e Lulzim Bashës. Do t'i shkërmoqim dhe do t'i luftojmë derisa të kemi frymën e fundit. Dhe për t'ja dalë, do të bëjmë maksimumin e mundshëm, derisa t'i shkërmoqim. Do të vi freti. Saliu është komunist, ai është populist, ky është ballist. Por Saliu ka nevojë sot për valvull, i dashur Fred. Ka nevojë për valvull sigurie. Në qoftë se Saliu nuk ka valvull sigurimi, unë mund të vdes përpara Saliut. Por kjo jetë ka brenda edhe jetë ka dhe vdekje. Nuk duhet të përqendrohet një projekt i madh, siç është sovranizmi, dhe ne këtë mesazh po ja çojmë doktor Berishës sot me të gjitha mënyrat. Projekti i sovranizmit, i dashur Fred, dhe i konservatorizmit nuk duhet të përqendrohet vetëm tek doktor Berisha, sepse në qoftë se doktor Berisha nuk është më nesër, inshallah i dhënë Zoti jetë gjatë. Por edhe unë, sot jam, nesër mund mos jem më. Sepse kjo jetë kështu funksionon. Dhe doktor Berisha, në qoftë se ka marrë përsipër të mbyll jetën e tij me lavdi dhe të mbrojë Shqipërinë prej Aleksandr Vučić, Edi Ramës dhe bashkëpunëtorëve të tij në opozit, duhet të mos e përqendrojë të gjithë projektin konservatorist në Shqipëri
vetëm tek personi i Sali Berishës. Sepse nuk mundet të shpëtoj Shqipëria kur fatet e saj lidhen me një person, duhet të lidhen me një projekt. Dhe që projekti sovranist të vazhdoj rrugën e tij, edhe pasi të mos jetë më Berisha e pas jetën e gjatë, duhet që ne sot jo të mos e lëm doktorin vetëm, por sot ne duhet të ndërtojmë mekanizmat për mbrojtjen e projektit sovranist duke qenë pjesë e tij, duke shkërmoqur dhe duke tundur e tronditur nga themelet Edi Ramën, George Sorosin dhe argatët e tij tek rilindja dhe tek partia e Lulzim Bradhës. Lulzim Basha kur nuk ka një projekt për të rrëzuar Edi Ramën, po e zbuloj për ju sonte. Lulzim Basha po të donte të vinte në pushtet, minimalisht, do t'i bënte një telefonat të gjitha partive konservatore, sikur se cilat ketë nga 10.000 vota, nga 7.000 vota, nga 20.000 vota. Ai duhet i merrte të gjithë, t'i bashkonte tek projekti opozitar kundër Edi Ramës. Asnjë telefonat nuk ka bërë Lulzim Brava, shoqata Basha Bardhi, që se quan Berisha. Ai nuk e ka në synim rrëzimin e Edi Ramës, por është një biznesmen bashkë me kunatin e tij dhe bashkë me sa dallaveregji mashtrues që i ka mblidhur rreth vetes nga shoqata e George Sorosit, janë duke bërë biznes. Minimumi do të kishte bërë një telefon partisë shqiptare Abdeu, kush jeni ju më vase të doni rryli në fytit në internet, 100 vota si kur të kisha më, si kur të isha unë Ardi Dallxhiu, si kur të ishim një parti inexistente, si kur të ishim askushi, një parti që do të vijë në pushtet, synon edhe 50 vota, 50. Shko kap një kryetar fisi, një kryetar fshati, një krye plak. Lulzim Basha, ta di e gjithë Shqipëria, nuk ka synim të rrëzoj Edi Ramën, është një pateric e Edi Ramës dhe George Sorosit në Shqipëri. Ai me Gaz Bardhin dhe me të gjithë enturazhin e partisë së demokratike për momentin. A e kemi dhurat për Sali Berishës? Po e kemi dhurat për Sali Berishës. A ka bërë gabim Sali Berisha që na e dha këtë personazh gjumash që i shërben me vetë dije të plot Edi Ramës dhe komunistëve dhe George Sorosit? Po, Sali Berisha gaboi rënd dhe ka vazhduar dhe e ka pranuar këtë me akulpa. Shqiptarët sot duhet të ngrihen në këmbë dhe të trondisin themelet e establishmentit sorosian në Tiranë. Dhe tani do ju shpjegoj se cila është politika e jashtme amerikane me të cilën ju gënjejnë dhe ju mashtrojnë analistët imoral të Edi Ramës që bredhin si kuçka nga njëri emision në tjetrin dhe nga njëra studio në tjetrin tek ekranet dhe studiot e televizioneve të oligarkëve, tek lekarët e ri të Tiranës, të cilët i marrin parat e tyre nga tenderat që marrin nga satrapi i Surrelit. Politika e jashtme amerikane miq, me të cilën ju gënjejnë dhe ju mashtrojnë tërditën filo-amerikanët e mëdhej dhe anti-amerikanët e Tiranës. Politika e jashtme amerikane përkthehet dhe kufizohet në 4 fjalë të vetme.
nuk kam nevojë të dëgjoj as ambasadoren Yuri Kim, as Spartak Jeffersonin, as Lorenz Vangelin, as këto që kakarisin tërë ditën nga ekranin e ekran. Ktheu një literaturës amerikane dhe shkencës amerikane. Walter Russell Mead është njëri nga shkencëtarët më të mëdhenj të politikës së jashtme amerikane. Dhe ai ka shkruar librin e tij Special Providence. Kthejuni dhe kërkojeni librin Special Providence të Walter Russell Mead. Special Providence. Mund ta gjeni në Amazon, mund ta gjeni në Google, mund ta gjeni kudo. Ai është njohësi më i madh i politikës jashtme amerikane. Mos dëgjoni zagarët e Edi Ramës nëpër studio. As mashtruesit e Lulzim Bashës, as mashtruesit e Shqupit që flasin tërë ditën duke na kompleksuar ne me amerikanizëm dhe anti-amerikanizëm. Këta janë plehu i kombit tonë. Plehu i kombit nuk e vendos dot kush është Amerika, edhe nëse e kanë ambasadoren amerikane që u bën fresk për nevojat e Amerikës, se s'don t'ja di fare se kush janë ta. Sikur t'i bi bomba atomike nesër. Yuri Kim as do t'ja di nëse këto janë gjallë apo kanë vdek. E ja do loja kështu dhe po e bën ashtu. Të kthehemi politika e jashtme amerikane sipas ekspertit më të madh që ka njohur politika e jashtme amerikane. Walter Russell Mead kushtëzohet në 4 fjalë që nuk kanë fjalë të pestë. 4 fjalët që përkufizojnë politikën e jashtme amerikane janë Hamiltonism, Wilsonianism, Jeffersonism dhe Jacksonism. E para është e lidhur me presidentin amerikan Alexander Hamilton. E dyta është e lidhur me Woodrow Wilson. E treta është e lidhur me presidentin Jefferson. Dhe e katërta është e lidhur me presidentin amerikan Jackson. Këto janë 4 kolonat dhe 4 shkollat e politikës së jashtme të Departamentit të Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ç'është Hamiltonism, referuar shkollës politikës jashtme të Alexander Hamilton. Hamiltonism është që politika e jashtme, Hamiltoni mendonte që politika e jashtme e Amerikës duhet të bazohet mbi korporatat dhe mbi tregtinë e jashtme, një lloj siç ka bërë perandoria britanike kur ishte në majat e saj të sundimit botës. Pra, Hamiltoni mendon se Amerika në politikën e saj të jashtme duhet ndjek shembullin britanik, kur ishte e përqendruar tek tregtia e jashtme, tregti e cila duhet të mbrohet me një flotë amerikane të fuqishme, që kërcënon dhe sulmon të gjitha ato fuqi apo pengesa që dalin përballë tregtisë së jashtme të korporatave amerikane. Dhe Hamiltoni mendon se në momentin që kërcënohen interesat tregtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërhyn flota amerikane për të mbrojtur ato interesa me të gjitha kushtet, ose me dialog, ose me dajak. Shkolla e dytë është e bazuar mbi shkollën e Woodrow Wilson, presidenti amerikan që ka investuar shumë për çështjen shqiptare. Shkolla e dytë quhet Wilsonianism, bazuar mbi strategjinë e Woodrow Wilson për politikën e jashtme. Çfarë thot Woodrow Wilson? Woodrow Wilson thot është për të ruajtur superioritetin e Amerikës në botë, duhet të përhapim demokracinë amerikane
parimet amerikane, vlerat amerikane, lirin, demokracin, edukata, institucionet, dhe duke e përhapur shembullin e Amerikës dhe shembullin e demokracisë amerikane në përbot, ne, thot Woodrow Wilson, e rrethojmë veten me popull dhe me miq të cilët kanë kulturë të ngjashme me tonën dhe duke e rritur sipërfaqen e popujve që kanë kulturë të ngjashme me tonën ne amerikanëve dhe me demokracinë amerikane, me parimet dhe liritë themelore amerikane, ne e rrethojmë veten automatikisht me miq. Madje presidenti Wilson mendon se nëse shembulli i demokracisë amerikane do të ishte i përhapur në Japoni në ato vite, pra në vitet e luftës së dytë botërore, Wilsoni mendon që nuk do të kishte ndodhur sulmi japonez në Pearl Harbor. Pra, kjo shkollë e Wilsonit është që të rregullojnë botën, të bëjnë një botë më të paqët, duke përhapur dhe duke investuar shembullin e lirisë dhe demokracisë amerikane në përbot. Sa më shumë të përhapet demokracia dhe stili dhe modeli amerikan i demokracisë në përbot, aq më pak kërcënohet siguria e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aq më shumë rritet mundësia që të ruhen interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës në përbot. Shkolla e tretë e politikës së jashtme amerikane është e lidhur me presidentin Jefferson dhe quhet Jeffersonism. Jeffersonizmi ka dyshime dhe pikpyetje të mëdha mbi Hamiltonizmin dhe Wilsonizmin. Pra, Jeffersoni nuk përputhet shumë me shkollën e Hamiltonit dhe me shkollën e Wilsonit. Dhe çfarë thot Jeffersoni? Ai thot se nuk është detyrë e Amerikës që të përhap demokracinë në përbot. Dhe as të mësoj botën se çfarë duhet bëjnë ata, dhe as duhet mbështesin kompanitë amerikane, thot Jeffersoni, sepse kompanitë janë të prirura drejt fitimit të madh. Kompanitë janë të prirura drejt fitimit dhe kompanitë amerikane, duke qenë të interesuara për të rritur fitimet e tyre, mund na ngatërrojnë me eksperienca dhe me diktatura politike në botë, dhe kjo mund ta ekspozojë demokracinë dhe lirinë amerikane drejt rreziqeve të mëdha. Dhe kjo godet kredibilitetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një lloj siç po bën sot ambasada amerikane në Tiranë. Ajo me apo pa dashje është duke mbështetur një regjim në Tiranë, një regjim të poshtër, hajdutokrat, një klik hajdutësh imoral të cilët po ja marrin shpirtin shqiptarëve. Jeffersoni thot, ne nuk mundet të rrezikojmë të mbështesim diktatura, sepse kjo jo vetëm që do të na ekspozojë ndaj urrejtjes së popujve të tjerë, dhe kjo do të shëmbë kredibilitetin e Amerikës në përbot, por kjo do të na shëmbë edhe demokracinë brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse amerikanët, duke parë që shteti i tyre tregon pralla me liri dhe me demokraci, por në të njëjtën kohë mbështet diktaturat dhe qeverit hajdute, klikat hajdute në përbot, siç po bën sot ambasada amerikane me klikën hajdute të Edi Ramës dhe të rilindjes, atëherë, thot Jeffersoni, ne rrezikojmë jo vetëm autoritetin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në përbot, por rrezikojmë edhe atë mundësi që të vi dhe të na shkatërohet demokracia brenda shtëpisë tonë. Duke patur parasysh këtë, Jeffersoni thot, në qoftë se ne do të ndjekim këtë politik, ne rrezikojmë shumë, sepse duke na ulur kredibilitetin botë dhe duke mbështetur këto regjime kopuke, hajdute, këto regjime prostituta politike, regjime autokrate, hajdute,
që shkatërrojnë demokracitë në vendet e tyre. Duke e bërë këtë, thot Jeffersoni, ne shkatërrojmë autoritetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shkatërrojmë edhe Amerikën nga brenda, sepse amerikanët do të thonë prava me liri dhe demokraci, që ka vetëm një mashtrim i madh, të cilin shteti ynë nuk e ndjek jashtë. Madje shkolla e 4 politike në politikën e jashtme amerikane, për cilin flet shkrimtari i famshëm, është shkolla e presidentit Jackson. Jacksonizm quhet shkolla e 4, dhe ajo është një shkollë të cilën e ndoqi më së shumti presidenti i shkuar amerikan Donald Trump. Politika e Jacksonit e jashtme është i raftë të bomba botës, i raftë të tymi botës, ne s'kemi punë me jashtë. Ne s'kemi punë me çfarë ndodh në botën në vendet e tjera. Ne kemi punë vetëm të mbrojmë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të popullit amerikan brenda, dhe çfarë ndodh në botë nuk na intereson fare. Ruajmë dhe grumbullojmë fuqi në mënyrë që të godasim me goditje fatale çdo lloj fuqie të mundshme, e cila mundet hipotetikisht të kërcënojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në qoftë se del një fuqi, ne do të shohim punën tonë, thot, do të rrim brenda. S'kemi punë as me hap demokraci, as me përhap demokraci, as me tregu barsaleta me liri dhe demokraci, por do të shohim interesat e amerikanëve këtu brenda, sepse ndërhyrja në punët e jashtme të shteteve të tjera, ndërhyrja tek shteteve të tjera, tek punët e shteteve të tjera, e ekspozon sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj rreziqeve të mundshme, siç ishte rreziku 11 shtatorit, ku një pjesë e madhe e analistëve amerikanë kanë mbritur në përfundimin se goditja që mori Amerika nga terrorizmi në 11 shtator ishte për arsye të ndërhyrjes së Amerikës tek vendet të tjera, tek punët e vendeve të tjera, për të përhapur demokracinë dhe për të siguruar interesat e saj, dhe kjo lloj ndërhyrje flagrante tek punët e vendeve të tjera e ekspozoi Amerikën ndaj një sulmi të tmerrshëm terrorist, siç ishte sulmi fatal i 11 shtatorit. Këto janë 4 shtyllat, 4 kolonat e politikës së jashtme amerikane, të cilat duhet i mbani parasysh sa herë të dëgjoni të përdalet e analizës së Edi Ramës, të cilët mashtrojnë shqiptarët dhe i mbajnë ata të kontrolluar me orgazma amerikaniste, duke dhënë leksione për Amerikë, janë të gjithë bijt e ish sigurimit të shtetit, bijt e nomenklaturës komuniste më të egër që ka njohur planeti, që ua kanë prerë shqiptarëve mishin me gërshër, që i kanë quar në Spaç, në Bulqiz, në Tepelen, ua kanë helmuar jetët, ua kanë shkatëruar jetët shqiptarëve. Ata janë të njëjtët sot që japin leksione me liri dhe demokraci. Janë të njëjtët që ja prenë shqiptarëve mishin me gërshër. Janë të njëjtët që shkatëruan dhe helmuan jetët e këtij populli për 15 vite me radhë. Janë të njëjtët që shembën kisha e xhamia. Janë të njëjtët që pushkatuan mijëra njerëz të pafajshëm. Janë të njëjtët që pushkatuan njerëz vetëm për një poezi. Janë të njëjtët që shkatëruan mijëra, dhjetra mijëra, qindra mijëra jetë shqiptare në kampet e tmerrshme të internimit. Kasapët e nomenklaturës komuniste, kasapët e ish sigurimit të shtetit janë të njëjtët sot, që i shihni në krah të jurikimit dhe në krah të demokracisë amerikane, duke dhënë leksione amerikanizmi dhe duke i dhënë një leksion duke pështyr poshtë e përpjet
ky është anti-amerikan, ai është anti-amerikan, ky është anti-amerikan, ndërkohë që këto janë qelpsirat më të mëdha të këtij kombi, poshtërsia dhe fllësia më e madhe e kësaj race, fllësia më e përzgjedhur e ADN-s së këtij kombi, janë ata që shkatëruan jetën e këtij populli dhe të këtij vendi për 50 vite, të njëjtët që sot janë miliarderë, që kontrollojnë kyçet e ekonomisë shqiptare, dhe të gjithë janë pjesë e ish sigurimit të shtetit dhe sot mbajnë këngë me liri dhe demokraci, kanë lidhur interesat e tyre dhe kanë bërë aleanca me armiqt e Shqipërisë, më të egër të Shqipërisë në rajon dhe më gjërë, dhe duan t'ju shkatërrojnë si kombë dhe t'ju shpartallojnë si popull. Për të shkuar drejt konkluzionit, sepse po kalojmë një orë në transmetim, Partia Shqiptare Adheu, ne, Kreshnik Osmani, do të mbështesim pa asnjë rezervë, pa asnjë kusht, çdo lloj revolte, iniciative, demonstrate, proteste, kushdo që ta bëj atë, sido që ta bëj atë, dhe nuk i përkasim askujt, përveç se angazhimit dhe pjesës së ndershme të shqiptarëve që bashkojnë energjitë e të gjithë popullit kundër regjimit të George Sorosit në Tiranë, kundër projektit serbo-madh për rikthimin e Aleksandr Vučićit dhe të Jugosllavisë në Tiranë dhe rikthimin e Moskës në Shqipëri. Ne jemi të vendosur për të shkuar përpara dhe kërkojmë prej të gjithë shqiptarëve të ndershëm, të cilët besojnë tek energjitë tona, të na ndihmojnë, të vinë, të na takojnë, të na mbështesin si të munden dhe ku të munden. Dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim çdo lloj iniciative për shporrjen e George Sorosit nga Shqipëria, edhe sikur të jetë George Sorosi vetë. Partia Shqiptare Adheu dhe përpjekjet tona do të jenë çelësi apo valvula e sigurisë për projektin sovranist dhe konservatorist për të cilin është duke folur sot doktor Berisha. Ne jemi të vendosur për ta çuar dhe për ta kryer këtë betejë me të gjitha çmimet që ka ajo. Ne i përkrahim të gjitha vullnetet që do të bashkohen për hatër të Shqipërisë dhe e përshëndesim çdo hap të vërtet, të sinqert, revolte, dhe do të jemi aty. Do të jemi aty për të dekonspiruar çdo lloj poshtërsie, çdo lloj hile, çdo lloj tradhtie të mundshme hipotetike e cila mund të adresohet ndaj projektit sovranist dhe konservatorist në Shqipëri. Ne nuk kemi detyrë të gjykojmë as të paragjykojmë askënd për momentin, përveç se të japim dorën çdo lloj angazhimi. Dhe të gjithë ata që na thonë i përkisni këtij apo i përkisni atij, nuk janë gjë tjetër përveç se renegat të maskuar të Edi Ramës, të cilët as nuk vinë të na mbështesin ne, por nuk e duan as Berishën. As nuk kanë ardhur një ditë tek ne me na mbështet, por nuk e duan as protestën. As nuk vinë në protest, por as nuk duan të dalin në protest, sepse nuk thot e ka bërë protestën Kreshniku, por thot e ka bërë Berisha. Se po ta thirrte Kreshniku, ai do vinte, edhe kur e kam thirrur unë nuk ka ardhur. Ata janë zuzarët e Edi Ramës, janë imoralet e Edi Ramës, që ai i ka mbjell me ushtrinë elektronike të Endri Fugës në çdo qelizë të internetit dhe të Facebookut për të shkatëruar çdo lloj bashkimi, çdo lloj unioni, çdo lloj bashkëpunimi ndërmjet shqiptarëve të ndershëm për të rrëzuar establishmentin sorosian në Tiranë.
askush nuk është pa mëkate, askush nuk është pa gjunahe, askush nuk është pa tmeta. I madhi Zot pa tmeta kalon vetëm vetë në vetë. Unë jam mëkatar, unë jam me tmeta, unë jam njeri me defekte, si çdo njeri tjetër. Nuk jam angel as profet, nuk e pretendoj as kam për ta pretenduar kur këtë. Ama, nuk kam asnjë aksion dhe asnjë investim kur në jetën time që t'i kem bërë dëm një shqiptari, apo këtij vendi, apo këtij populli. Për këtë arsye, bashkoni të gjitha energjit të dalim të trondisim establishmentin hajdut të George Sorosit në Tiranë dhe mos kini frikë, sepse ne do të jemi aty brenda frymës, brenda përpjekjes, brenda luftës, brenda kësaj energjie të magjishme që po lind dhe po ngjizet. Në Tiranë do të jemi valvula e sigurisë së kësaj fryme. Dhe askush nuk do të guxoj që ta shes, ta investoj, ta transferoj, ta zhbëj, ta vras, ta plagos, ta devijoj, ta transformoj atë, sepse ne do të jemi brenda për ta ruajtur atë. Ata që thonë Sali Berisha është komunist, ata që thonë Edi Rama është komunist, ky është komunist, ai është komunist, mund të kenë të drejtë. Por në qoftë se nuk i doni ata, e janë i bashkohuni me ne, dhe e janë i bashkë me ne të shkojmë tek ata, dhe në qoftë se ata janë të vërtet, janë ata që vinë tek ne, dhe nuk jemi më ne që shkojmë tek ata. E kuptuat ekuacionin? Kaq është. Ne do ta fitojmë këtë betejë për lirinë, për jetën, për njerëzimin. Të gjitha energjit bashkë, mos lejoni asnjë përçarje. Komunistët janë angazhuar, sorosianët janë angazhuar. Tezat janë, Saliu është komunist, Kreshniku punon për Sorosin, Altini për Sorosin, Genci për Sorosin. Ky është i Amerikës, ky është i kësaj, ky është i asaj, ky është... Ata kanë vetëm një synim, të turbullojnë. Ky është anti-amerikan, ky është filo kështu, ky është filo rus, ky është filo italian. Janë nëna e mashtrimit, nëna e diversionit, janë sekti i rilindjes dhe endri fuga. Ekuacioni është i thjeshtë. E janë të bëhemi shumë që të mos kenë mundësi ta shesin. E janë i bëhuni garancia e këtij projekti. Saliu i tërheq njerëzit sepse është i pushtetshëm dhe don ta mbyll jetën e tij me lavdi. Ky është momenti ta tregoj këtë. Në qoftë se do të largohet nga jeta me lavdi, ky është momenti i doktor Berishës të tregoj se ai don të largohet nga jeta me lavdi. Dhe ne duhet të përkrahim çdo lloj iniciative. Ata që ju thonë, ky është berishist, ky është ramist, ky është lulist, janë veglat e Edi Ramës, të cilat punojnë natën dhe ditën për të dështuar çdo lloj fetusi të një revolucioni, të një revolte, të një përmbysje të madhe me të cilën mund të përballet dhe do duhet të përballet regjimi fashist i Edi Ramës dhe i rilindjes në Tiranë.